Në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca për ish-presidentin e vendit Ilir Meta, Monika Kryemadhin dhe të pandehurit e tjerë, nëse dosja e tyre do të kalojë apo jo për gjykim. Të dy janë vënë në akuzë për 3 çështje korrupsioni, dosjen e njohur si Çezdia, lobingu dhe operacionet. Për të parën, Sotir Klapi, prokurori i çështjes, pretendon se Ilir Meta, kur ka shërbyer si ministër i energjetikës, në vend që të monitoronte mbledhjen e borxhit të prapambetur të faturave të energjisë në dëm të kompanisë Çez, në fakt përdori pushtetin që shlyerja të bëhej përmes shoqërisë Dia, e cila nuk i përmbushte kriteret e domosdoshme ligjore për ta kryer një shërbim të tillë. Sipas PAK, administratori i kësaj kompanie, Kastriot Ismaili, fitoi rreth 6.5 milionë euro. Meta në bashkëpunim akuzohet për kontratat e konsulencës dhe lobingut në SBA, pastrimin e produkteve në blerjen e një shtëpie në Tiranë, sidomos deklarimin e shpenzimeve mjekësore për periudhën 2013-2019. Kjo është edhe çështja e tretë për të cilën s'pak dyshon se të pandehurit kam fshehur origjinën e parave. Të dy, Kryemadhi dhe Meta, janë deklaruar të pafajshëm, ndërsa në seancën e kaluar ish-deputetja kërkoi kthim të çështjes për hetime të mëtejshme për shkak të mungesës së veprimeve hetimore. Krahas dyshimeve për vepra korruptive, ish-bashkëshortët akuzohen edhe për pastrimin e parave. Vendimi për të katërt të bashkëpandehurit pas mbylljes së shqyrtimit gjyqësor do të jepet në datën 12 mars, pasi gjyqi i kësaj të enjteje dështoi për shkak se avokati i Piro Xhixhos nuk ishte i pranishëm.